Po, për atë për thëmë, se pe kuptoj. Për ndryshe, jo. Marokon e shoh që ka me qenë shumë e fuqishme. Luajnë futboll goxha moti bashk, edhe kanë një lojë jashtëzakonisht mirë. Domethënë, prej këtyne kombëtareve që nashta konsiderohen outsider ose më pak të fortë se këto tjerat, Marokon e kisha klasifikuar më së larti. Jashtë emrave si Holanda, Anglia, Franca, Argentina. Mendoj që do fitoj me Holandën? Se bashkë e kanë ndeshën. Po luajnë Holanda, Maroko luajnë në fazën tjetër. Edhe Holanda e ka ekipin perfekt. Ka me qenë ndeshje shumë e vështirë. Reale Maroko, luajnë shumë. Po mënoj, kanë edhe trajnerin të fortë dhe janë shumë kompakt. Nuk është lehtë me ja ndarë partet në Marokot. Holanda nga ana tjetër? Po dhe Holanda po. Atë futboll, po e di qysh. E kam përshtypjen që Holanda edhe Brazili, tash nashta me Ancelotin ka me kanë tjetër. Brazili dyqysh mundet më t'i dhonë 3 golla, po dhe mundet me pranu 3 golla. Dhe janë pak pa parashikueshëm. Kështu që menoj që nuk e ka me pas vështirë Maroko me shënu Holandës. Qysh ka me përfundu, nuk e di, po se di pse po menoj që Marokot pak ma shumë ja përparësi. Beat, ti shenë ndëllim për fasi të këto 2 vendet e para, se këto për analizojmë,